Mirëditë dhe përshëndetje miq të Partizani Channel me këto pamje të drejtës drejt nga stadiumi Tomori i Beratit. Pra sot Partizani B vijon në misionin për të ngritur në kategorinë e parë pas fitores së marrë në ndeshjen e parë hapëse të kampionatit në Eagle FA. Sot kemi përballë Tomorin, pra një emër i njohur i futbollit shqiptar, ku Partizani skuadrës së parë pra ka rezultuar shumë sfida të vështira në këtë fushë, në këtë stadium, një stadium mitik, por sot nuk është i mbushur për shkak se skuadra e Tomorit po vuan shumë në ligat e dyta dhe të treta. Por Partizani, pra i drejtuar nga Oltien Kërnaja, vjen me një mision më të qartë dhe me një besim më të plot në këtë përballje pas fitores, pra 5-0 ndaj Eagle FA. Ndërsa gjithçka po bëhet gati me të dyja skuadrat, unë ju njoh si gjithmonë me formacionet, teksa skuadra vendase e Tomorit vjen me këtë formacion në port me numër 1 Mesiti, me numër 4 Çaço, me numër 6 Kumani, me numër 7 Lireza, me numër 8 Ngene, me numër 10 Zoga, me numër 11 Hasan, me numër 13 Tonou, me numër 18 Boateng, me numër 19 Arbri dhe me numër 20 Vrapi. Ndërsa Partizani, pra i drejtuar nga Oltien Kërnaja, skuadra kuqe që në këto çaste po bën foton e momentit, një kujtim i veçantë nga ky stadium, nga këto djemë që do të udhëheqin Partizanin për një mision drejt kategorisë së parë. Almuça vjen me numër 1 në port, me numër 2 Kola, me numër 3 Sulo, me numër 5 Kokomani, me numër 8 Ndrejaj, me numër 9 Contreras, me numër 11 Balla, me numër 14 Rifa, me numër 19 Kazim, me numër 21 Mando dhe me numër 23 Diallo. E gjithçka bëhet gati me topin parë që niset nga vendasit, pra që vinë me uniformën e bardhë, ndërsa Partizani tradicionale të kuqen. Ky takim drejtohet nga kryesori Bacaj, i asistuar nga Muça dhe Hushi. Arbitri 4 Arapi, ndërsa kemi Baljunet, delegatin e ndeshjes. Nis pra takimi me topin e parë, vendasit të cilët vinë pas një rezultati jo të mirë, më saktë një përmbysje e madhe në Peqin, teksa Tomori po fiton në rezultatin 0-2, shkumbini pra vendasit përmbysën gjithçka me 3-2. Ndaj kjo sfidë pritet të jetë akoma më luftuar, për shkak se dhe skuadra vendase kërkon pikët e para në shtëpinë e saj. Një top i gjatë nga e djatha, por ka flamur të ngritur, nuk vlen ky aksion i skuadrës së Tomorit, teksa Hasan provoi. Të gatshëm për Kornajan kemi Lejon, Gjuzin, Goga, Hasanals, Bunkov, Petritaj, Balla, Hidri, Bakali dhe Doci. Ndërsa rezultate të mira kanë arritur dhe skuadrat e Akademisë Partizani këtë fundjavë, teksa janë mbyllur 3 takimet e U17, 18 dhe 19 me fitore të arritura përkatësisht 17 vjeçarët në poshtë Vllaznim, rezultatin 2-3, ndërsa 18 vjeçarët në poshtë Elbasan, rezultatin 0-5, ndërsa sfida e fundit pra ajo e 9 vjeçarëve mes Vllaznisë dhe Partizanit përfundoi 0-2. Pra rezultat të mirë, shpresoj që shoqërohet edhe nga skuadra e Oltien Kërnajës, që vërtet ka bërë mirë në të gjitha sfidat e fundit të transmetuara sidomos në Partizani Channel. Presenting here Tomori nga Krau i Majt. Kanë kontroll dhe topin vendasit që kërkojnë të pozicionohen gjithë në fushën e Partizanit. Kazim ndërhyn, rivenasori përket sërish skuadrës së Tomorit nga e majta e sulmit. Edhe një herë, pranë këndores, topi drejt zonës. Almuça mbledh në duar dhe nis skuadrën tashmë. Nxiton një top të gjatë drejt Mandus. Nuk arrihet pasimi. Edhe një herë këmgull Rifa. Vjen Ndrejaj, tashmë ka Sulo. Po më parë gjyqtari Bacaj vendos të ndërpritet për një faul. Një faul e Ndrejaj ndaj Hasan. Godit dënimi pra, është pranë topit numri 6 Kumani. Le të shkojmë, vazhdon gjyqtari
Bacaj të jap shpjegime dhe të vendos qetësi, pasi ka akoma diçka për sqaruar mes Sulos dhe Lireza. Rrymë ansore, dhe të djathtë, provon aty numri 20, vrapi. Për një problem i vogël teknik për asistentin e parë. Muça pra. Teksa kërkohet në detaj pra. Me shumë mundësi një problem i vogël tek kufja. Është vlerësuar maksimalisht ky takim me trupin e gjykuese që diçka të jetë korrekte dhe në detaj. Largon për një moment Kazim, tashmë provon Partizani të dalë, por ka faull ndaj Ndrejait. Vërtet një histori e veçantë për skuadrën B, skuadrën tonë pra e rikthyer edhe një herë në futbollin profesional pra teksa sezoni që lan pas arrin të sigurojmë një bilet në fazën e play-offit, pra nuk arrin të sigurojmë një bilet të drejt, por bëm mirë në play-off duke fituar të dyja takimet. Por le të shkojmë te moment. Monad Mando, gjithmonë në krahun e majt, kërkon të marrë krahun në pasimi që mbyllet për Kazim, revendasor për Partizanin. Pra të rikthyer në sezonin që lan pas në kategorinë e dytë, Partizani B e mbylli me sukses misionin për të arritur në këtë kategori, pra në këtë kompeticion. Tashmë vendos në grupin e Jugut. Në grupin B pra, po lëshkëm goditje e parë nga këndi për Partizan tek është minuta e 6, afrohet skuadra e kuqe drejt zonës së rëpsisë të Tomorit pra, që mbrohet nga Mesiti pra, porta e vendasve. Fernando Ndreja bëhet gati. Të gjithë shtatlartit e skuadrës të Tomorit janë në qendër. Partizani vjen me 5 lojtar. Ndrejaj, krosimi drejt qendrës, largohet për një çast. Topin që mbetet në një zonë ku lufton balla. E ka në kontroll vendas tashmë që provojmë një top të gjatë. Aty ku Kola ndërhyn fort, por nuk arrin, është Tomori që ka një mundësi mjaft të mirë, 4-1. Pasimi drejt Hasan, mundësia, ka një flamur të ngritur me të drejtë, por duhet të tregojmë të kujdesshëm, kjo zbritje është lejuar për një moment. Avantazhin nuk e arrim të kuptojmë këtë moment pasi lojtari i skuadrës së Tomorit ishte shumë i avancuar në momentin e pasimit, gjithsesi e kanë edhe një herë vendasit me anë të Mesitit. Shkurt për numrin 6. Kumani. Hasan. Kumani sërish. Një top të gjatë në thellësi. Tashmë Ngene. E dërgon në të majt. Mundësia edhe një herë për vendasit që qëndrojnë përpara. Ngene e kalon prapa për Çaçon. Vendoset të ërë në gjysmë fushën e Partizanit B, skuadra e Tomorit tashmë që provon me Kumanin, i top i gjatë të thellësi, ndërhyn Kola saktësisht tashmë balla që mundohet ta mbajë brenda vijave. E më sa duket nuk e ka arritur pasi kjo rivendosoi për këtë vendasve. Edhe një Çaço. Një top drejt Hasan. Gjithmonë me sukses mbyllet, por shkon i rrezikon me këtë pasim në zonë. Kazim largohet tashmë me forcë drejt Contrerasit, i cili është sulmon me të gjitha forcat. Hasan dhe Rifa. E sa duket prekja e fundit është e Hasan, rivendasori për këtë Partizanit. Del fitimtar Rifa në këtë duel. Por një moment i rrezikshëm pra në mbrojtjen e Partizanit, ku do të tregojmë më të kujdesshëm në ato çaste. Kërkot Contreras. Provon Sulo, tashmë Diallo, një prekje lehtë rivendasori për këtë vendasve.
që edhe njëherë Kremgullin janë më kërkues në këto çaste. Vrapi. Tjetë të revenjansore, sërish në të njëjtën pozicion, sërish do provoj Vrapi. Do kërkoj zonën, aty ku provon Diallo, largon Kazim, e ka në kontroll Mandu, gjithmonë Mandu, hap në djatë tek Balla, me shpejtësi Balla, por vjen dhe për një çast të lojtari me numër 10 i skuadrës Tomorit, por Balla mjaft mirë nisë Kolën, i cili me shpejtësi kraun, provon gjithmonë Kola, mjaft mirë do hyn lojtari i skuadrës Tomorit në momentin e fundit, dhe pse shikojmë Kola ka mbetur dëmtuar. Le të shikojmë vendimin e gjyqtarit të Bacaj. Pasi vërtet spërkata ishte, le të themi, në limitet e ndyrës së rregullt, por e rrezikshme, teksa ka hyrë minuta e 10 dhe Partizani provoi me një zbritje të shpejtë nga krau i djathtë me shpejtësinë e Kolës. Do provoj skuadra kuqe me këtë riveni anësore. Contreras. Kola dhe njëherë. Nuk kuptohet në këto çaste Kola dhe Contreras. E dorëzojmë shumë thjesht në një riveni fundore. E merr me qëtësi me City. I cili da shkelmoj fort. E teksa jemi në këto minuta, edhe njërë gjej rastin të kujtoj Zanafillën e Partizanit B, historia e skuadrës B të Partizanit fillon do të 78 vite më parë. Saktësisht 77 vite ndjes, saktësisht me 3 tetor të vitit 1948 u zhvillua komisioni i parë i kategorisë së parë, ku Partizani u përfaqësua me një skuadër B pra. Partizani B arriti një start të shkëlqyer duke fituar 5 ndeshjet e para radhazi me gole varash. Mbreslënc 25 shënuar dhe 5 të pësuar dhe duke renditur në vendin e parë pra nga 8 skuadra pjesëmarrë në kategorinë e parë. Megjithatë, komisioni anullua në 31 mars të vitit 1949 për shkak të politikës së asaj kohe. Rikthimi pas 65 vitesh, pas një pauzë të gjatë, në 15 mars të vitit 2013, Partizani përfaqësua sërish me një skuadër B, duke nisur nga kategoria 3 në sezonin 2014-2015. Sukseset në ligën profesioniste të kësaj skuadre gjatë 8 sezonëve pjesëmarrëse në ligën profesioniste, skuadra Partizani B paraqit me dinjitet duke korrur fitore edhe garuar për pozicione më të mira të kategorisë së parë. Ju kujtojmë që në sezonin e fundit në vitin më saktësisht në vitin 2021 arritëm të sigurojmë dhe një event në play-off pra për të ngjitur lart në superiore, por duke qenë se formati dhe rregullora nuk ja lejon, dënjësisht Partizani B u paraqit mjaft mirë, por sipas edhe rregullorash për shkëm të mundësi nga krau i majt i sulmit provon aty lojtari i skuadrës së Tomole ka në kontroll goditja, shkon jashtë, por duhet t'rregojmë të kujdesshëm. Duhet të tregojmë të kujdesshëm pasi vërtet një mundësi e mia ishte Zoga që provoi. Edhe pse humbi ekuilibrin arriti që të gjej hapësirën dhe godas me të djathtën. Një zbritje shpejtë e Zogës. Pra pakës copës nga historia e Partizanit B, nuk është thjesht një skuadër e rastit e krijuar në vitet e fundit, por ka dhe histori interesante që siç ka bërë skuadra e ekipit parë, pra Partizanit, ekipit madh duke shkruar historinë e futbollit shqiptar, edhe skuadra B ka një histori të veçantë teksa flasim për skuadrat të dyta pra, skuadrat B. Ndaj dhe Partizani gjithmonë është një risi në futbollin shqiptar, jo vetëm me arritjet, sukseset, por edhe me këto ngjarje të veçanta që i ka dhuruar gjithmonë emocione dhe kujtime të bukura. Provon Sulo, e shkelmon me forcë. Provon tek zona e Mandos, i cili është mbyllur për një çast, tashmë ka një faul
ndaj Lirezës. Daniel Lireza, 25 vjeçarit. Goditë dënimi. Është Hasan që do e ka marrë përsipër, numër 11. Aliu Hasan, 21 vjeçar nga Nigeria. Le të shikojmë, është një skem, ky top drejt numër 7 provon Mando, i cili e mbron dhe fiton të rivene fundore. Teksa Lireza po provon të dhe njëherë ta kishte kontroll në limitet, por Mando tregoi sakt. Gjarën të kujtoj dhe sfida tjera, Veleciu Gramshi, Maliqi Delvina, Këlqyra Byllës, IGF Auriku, Tomori, Partizani B dhe Devoli Shkumbini. Të janë dhe sfidat e javës së dytë, kategoria e dytë. Partizani pra i vendosur në grupin B me skuadra si Auriku, Byllës, Delvina, Maliqi, Shkumbini, Devoli, për lëshkojmë të mundësi, Contreras provon gjithmonë, por nuk e arrin. Është Ndoe, i cili dërgon tek Hasan, vjen ndërhyrja e menjëhershme e Rifës, që është e parregullt. Pra në grup kemi Orikun, Byllës, Delvina, Maliqi, Shkumbini, Devoli, Këlqyra, Butrinti, Tomori dhe IGFA. Testin e parë kaluam dhe tashmë në një sfidë si kjo e vështirë, por jo e pamundur, Partizani B do të kërkojë sukses në dytë radhazi në fushën e Tomorit të Beratit. Por dhe atëherë kemi shumë minuta, 15 minuta e mbyllur, ka hyrë 16. Ndu, Hasan, lëviz mirë, gjithmonë Hasan, rrethon 3 lojtar me forcë provojnë, ndërhyrjen aty Sulo, topi mbetet brenda vijave, i rregullt vendimi i gjyqtarit ansor, me shpejtësi kërkohet Contreras. Ndërhyrje fort aty lojtari Ngene, i cili largon në rivene ansore, me shpejtësi shkon tek pozicionimi. Ishte një tjetër lojtar me ngjyrë, ishte Donu, i cili ndërhyu në momentin Ngene, është i pozicionuar përpara mbrojtjes, pra me numër 8. Rifa, nuk arrin dot Ndrejaj, edhe njerë këmbgul Ndrejaj e kanë kontroll të vendasit, e shkelme me forcë. Ndërhyn Diallo. Lireza, Livizmir Lireza, kërkon hapësirën, sposon lojën të majt, me shumë klasë tek Zoga. Gjithmonë Zoga kërkon hapësirën, godet shumë larg kuadratit. Por dhe njëherë tregohet e rrezikshme skuadra vendase me Lirezën dhe Zogën, që gjenë mjaft mirë njëri tjetrin, duke vendosur shumë në vështirësi mbrojtjen e Partizanit. Admuça. Shkon përpara, shkon lart, kërkohet si pikë vetëm referimi Contreras, mjaft mirë Mando, mundësia nuk e merr siç duhet. Muanad Mando, vjen ndërhyrja e ndodh, gjithmonë Mando lufton fort. Dhe le të shkojmë vendimi i gjyqtarit Bacaj, e ka vlerësuar të pa rregullt faull në sulm. Por i pa fat në marrjen e topit Mando gjithmonë ka shfaqur një klasë teknik të lartë në kontrollin e topit, por në këtë moment shumë decisiv. Një marrje vështirë, çka i bëri që mos të pozicionojë në një aksion të rrezikshëm sulmues. Teksa në qendër ishte Contreras, ai që luftoi fort në ajër, duke ia dhënë mundësinë edhe Mandos të provonte nga krau. Niset Çaço, e shkelmon me forcë. Drejt zonës ku ndërhyn për një çast Kazim. Balla, Kola. I vjen ndihmë me Mando, i cili është pozicionuar të djathtë tashmë. Kërkon të turbullojë mbrojtjen e skuadrës të Morit. Vjen ndërhyrja numër 13, Donua.
që vërtet po tregohet shumë i saktë dhe agresiv në të gjitha ndërhyrjet shtatlarti qendërmbrojtësi i skuadrës së Tomorit. Rivëniancor për Partizanin. Është një rivënie jo e mirë sipas asistentit dytë. Do të përsëritet, do ndroj duar më saktë. Shumë pranë Virovici e ka parë më mirë dhe ka vendosur. Kazim ka fal ndaj numrit 10 Zogës. Goditje lirë për Tomori. Pak nga pak Partizani kërkon të vendosë baraspeshën dhe të tregojë atë kualitet cilësi që ka kjo skuadër. Edhe pse në këto çaste po riston një sfidë vërtet të luftuar, një ndeshje shumë e fortë. Si në këto çaste kur do të tregojnë kujdesshëm pasi nga kroi majt e ideat i sulmi Hasan. Gjithmonë Hasan provon në ndërhyrje saktë aty. Ishte Rifa, tashmë Ndrejaj, një top i gjatë, kërkohet Contreras, ndërhyn. Hasan dhe Ndrejaj edhe një herë në duelet e shpeshta nga krau i djathtë i sulmit të skuadrës së Tomorit. Rifa pretendon për një fall, një top të prekur me dorë, por shikoni mundësia shtyll. Çfarë ka humbur Boateng? Por është një pretendim i Rifës tashmë tek gjyqtari i Bacaj për një top të marrë me dorë, diçka që nuk e ka vënë re. Gjyqtari Bacaj pra. Ndërsa Zoga, si gjithmonë, shumë i rrezikshëm. Ishte Zoga i cili arriti mjaft mirë të driblojë dhe portieri Nal Muça, të goditja ishte i pafat pasi u ndërprer nga shtylla dhe jo Boateng. Rivëniancor për Partizanin që shpresoj që të reagojë disi pas ti momenti. Një moment shumë delikat. Sulo. Contreras ka faul, goditje dënimi për Partizanin. Shumë fort luan pra lufton në Contreras për çdo top. Ndaj dhe mbrojtja e skuadrës së Tomorit ka shumë të vështirë ta markoj. Tashmë një mundësi e mirë për Partizanin bëhet teksa bëhet gati për një krosim drejt zonës. Është Ndrejaj dhe Mandu që ndrojnë pranë topit. Duhet kjo një skem e shpejt apo një krosim drejt zonës aty ku Partizani momentalisht shkon me 5 lojtar, afrohet dhe Kola. Bëhemi 6 e më shumë për të treguar e përsi dhe agresivitet në atë zonë e të mbushur nga lojtarët e skuadrës së Tomorit. Bëhet gati Ndrejaj pra. Le të shikojmë krosimi drejt një zone ku provon Sulo. Edhe një herë Kazim. Tjetër krosim për Contreras, mundësia Kola nuk e arrin dot. Një tjetër shans i mirë edhe për Partizanin B, që në këto çaste tregohet dhe i pafat, nuk besoi deri në fund Kola, pasi topi u prek më parë tek Contreras, që provoi dhe ai të zhytej për t'i marrë maksimumin atij krosimi të Kazim. Me City. Provon Hasan, vjen Sulo. Tashmë ka Partizani, Kazim, Sulo ka faul, ka mbetur dëmtuar dhe kartoni verdh për Hasan. Një ndërhyrje drejtën e këmbë, shumë pranë Bacaj, kërkohet me shpejtësi ndihma e stafit mjekësor pasi Sulo dukshëm nga një moment ka marrë një goditje të drejtë për drejtë. Prendojmë për diçka më shumë lojtarët e Partizanit, por që i vendosur Bacaj për kartonin e parë të verdh. Në këtë sfidë i takon Hasan pra.
teksa jemi në minutën 23. Këto që në këto 23 minuta Partizani ka krijuar 2 raste, le të themi të mira shënimi, por gjithashtu dhe skuadra e Tomorit ka rrezikuar shumë, madje 3 raste të mira ku nga më të rrezikshmit do të theksojmë Zogën, i cili në rastin e tretë të krijuar preku dhe shtyllën, teksa driblimi i tij nxori me port boshatisur ajo goditje që u ndërprer nga shtylla. E tashmë Sulo që përmerr mjekimin, ndërsa Oltjon Kërnaja udhëzon Kontrerasin. Duket diçka okay me Sulon që ngrihet ngadalë dhe do shoqërohet nga mjeku Partizanit drejt jashtë vijave pra. Të volli do të jetë ndeshja e radhës për Partizanin B në shtëpi në Arenën Dema, por pas një pauze, pasi jemi në periudhën e hymë në periudhën e kombëtare, pra ndeshjeve kombëtare. Një cross i gjatë të thellësi shkon në zonën Mesidi, i cili ngadalë shoqëron duke preferuar këtë riveni fundore me qetësi teksa luhet minuta 25. Pra një skuadër e njohur në futbollin shqiptar gjatë viteve 40 dhe 90, skuadra e Tomorit, por në këtë periudhë si shikoni dhe tribunat, pra dukshëm edhe jo vetëm nga renditja apo nga pozicioni ku ndodhet momentalisht në këtë kategori, një skuadër me një qytet historik, jo vetëm për edhe kulturor mbi të gjitha, turistik si Berati, me një stadium jo të mbajtur mirë ashtu si qyteti, fatkeqësisht duhet të thënë kjo. Por që kjo është testi i radhës për Partizanin B, që duhet të kalojë me sukses. Contreras provon të gjej ballën, sulmon topin Balla, mjaft mirë bën për një çast, por nuk arrin në momentin e fundit t'ia rrëmbej atë top ndos. Tashmë arrin me sukses Mando, gjithmonë Mando, lëvizje e mirë, Contreras e godet jashtë kuadratit. Ka një pretendim për një top të prekur, por jashtë kuadratit nuk kuptua në momentin e fundit, teksa Mando kërkonte që të shkonte më në thellësi, por Contreras le të themi arrëmbeu në gjuhën sportive dhe provoi vetëm të djathën. Mesidi e shkelmon me forcë, edhe një herë në zonën ku ndodhet numri 8 Ngene, por del me saksi Kazim, Balla, Mando, lëvizje e mirë, Kazim, shikoni çfarë aksioni, tashmë Partizani B, Balla i menjëhershëm krosimi i fort, por që mbetet në zonë aty ku provon Kola, nuk ka siç duhet, më pas vjen ndërhyja e Ngenes, kërkon të dalë skuadra e Tomorit, ndërhyn sakt për një çast Sulo, e tashmë do duhet ndërhyja e Djalos për topin para kaluar vijën anësore dhe i përket Partizanit. Kjo riveni pra. Interesante pra sfida nga një port në një kundërsulm, pra nga sulmi Partizanit i shpejt agresiv tek përgjigjja e menjëhershme e vendasve, por që të rezultoi një riveni anësore, ndryshe do të ishte interesante deri në fund ai aksion. Tashmë Partizani provon me kolën. Lëvizje e mirë, mbron me forcë, ka një pretendim, ka humbur ekuilibrin, topin e kanë në vendasit. Caco. E dorëzon në riveni anësor për Partizanin. Kokomani. Edhe Contreras dhe Ndo. Ka një pretendim për një faull në kokë, Contreras ka mbetën dëmtuar, Kazim vjen lojën, Rifa shikon zonën aty ku Balla duhet përvojë, godet lehtësisht jashtë kuadratit. Ide mjaft e mirë, krosimi në detaj, por edhe distanca e konsiderueshme për një lojtar me një shtat të shkurtër në atë zonë, edhe pse provoi me çdo mënyrë Balla. Tenis Balla, pra pasi kemi edhe Herdin
të gatshëm për Partizani B. Tre gola ka shënuar Contreras në sfidën e parë dhe pozicionohet tek lista e golshënuesve të këtij kompeticioni të grupit B. Shpresojmë që të vijoj me gola të tjerë, por mbi të gjitha të ndihmoj skuadrën në fazën ofensive. Ashtu siç ka bërë në këtë çast. Nuk arrin dot Kokomani, i cili provon të njëjtë ta rekuperoj e më pas ndërhyn saktësisht Diallo e dërgon dhe e shoqëron tek portieri Almucha. Kola, Kazim, Sulu tashmë. Kërkohet Mando, e mbron vrapi, arrin të fitoj këtë revinansore numër 20 i skuadrës së Tomorit. E kërkoi diçka më shumë në thellësi për të provuar edhe për të hyrë në duel shpejtësie, pra Mando. Kazim nuk kuptohet ndonjëherë, po vuan në këto minuta. Kazim me koordinimin Almucha ndërhyn. Shkelmon drejt zonës së Contrerasit. Ulje bukur e Contreras. Mando, mundësia tashmë për Partizanin B. Gjithmonë Mando. Topi për ballën e humbet dhe largon me forca aty ndohu. Ndrejaj, lëvizje bukur edhe Ndrejas me shumë klas. Edhe pse gjyqtari mund të lejonte avantazhin, pasi Ndrejaj bëri gjithçka mirë dhe i dha një qetësi ftohtësi lojës. Ngene që do të bëj kujdes është Hasan në këtë çast, madje Hasan do të bëj më shumë kujdes pasi është i ndeshkuar. E ka një karton të verdh, një karton të marrë në minutën e 23. Këshillon gjyqtari. Mbyll pra të minuta e 30. Është Partizani që të provojë. Rifa. Gjithmonë Orest Rifa. Për Ndrejan, mundësia për Partizanin. Kola tashmë. Ka pra Ndreja, ka mbetur dëmtuar lojtari i skuadrës tonë. Por loja që vjen me shpejtësi me skuadrën Tomori që provon një kundërshtim të zbitet shpejt, e saktë fort kjo ndërhyrje e Rifës, i cili kupton gjithçka, ndryshe do të bëhet shumë e vështirë për mbrojtjen e Partizanit. Tepërt ky veprim gjyqtari shumë pranë Bacaj. Një gest jo i mirë i lojtarit të skuadrës së Tomorit, i cili i tregon grushtin Contrerasit, sido që të jetë debati. Ai veprim ishte vërtet një shumë profesional me lojtarin e skuadrës së Tomorit, i cili i drejtoi grushtin pra në fytyrë Contreras. Tashmë shikojmë edhe numri 7, i cili po bënte mjaft mirë për skuadrën vendase, Eli Reza. Këto janë momente që nuk i shkojnë për shtat tyre djemve, pasi treguan vërtet cilësi në fushë, por me këto gjeste antisportive që nuk janë të shëndetshme për një ndeshje futbolli, sidomos në kategorinë e dytë, sidomos me dy skuadra si Partizani B dhe Tomori. Kartona të verdh për Cacon. Ishte Caco i cili i pari provokoi. Caco dhe janë 4 kartona të verdh, momentalisht vijon të vendos dorën në xhep gjyqtari. Shpresoj mos kemi të tjerë ndeshkuar, pasi jemi vetëm në pjesën e parë dhe shumë herët. Pra edhe një herë le t'i shikojmë. Është Caco dhe vrapi për vendasit, ndërsa Contreras dhe balla për Partizanin B. Një moment tensioni i panevojshëm. Me lojën që tashmë do të nisë normalisht, por shikojmë Bacaj, i cili ka dhe për të sqaruar pankinat. Ndërsa tashmë do të nisë në momenti kur u ndërpre në këmbët
e Cacos. Rinis pra me këtë shkelimin të fortë drejt zonës Hasan. Ngene, edhe një Hasan provon tek lojtari numër 10 Zoga. E kanë vendasit, shkon dhe balla aty. Tashmë Ngene. Gjithmonë krosimi drejt Ndos. Arrin do, por e ka dorëzuar në vend ansore. I vjen në ndihmë skuadrës së fazës ofensive. Numri 13, i cili ka bërë mirë në këto minuta në mbrojtje. Pasi Partizani mund të kishte rrezikuar shumë dhe të kishte zhbllokuar sfidën. Merë me qëtësi Partizani po. Topi drejt Kontrasit. Arrin kjo prekje, mund të nisemi të dalim përpara. Shkojmë vrapin, i cili e dërgon tek portieri mes City, dalje e shpejtë e mehershme. E mbarthën në duar shtatlarti i portës së Beratës. Shkelmimi plot drejt gjysmëfurës së Partizanit, aty ku Ngene e arrin nis sulmin me Arbrin. Numri 19. Nuk ka faull, gjithmonë Ngene. Shikoni goditja qendrore e lehtë për Almuçën. Që e merr me qetësi duke arsyetuar, duke parë krejt lëvizjen e Partizanit vendosin e skuadrës tonë. Shkelmimi fort dhe i Almuçës drejt Contreras, që tashmë ka gjithmonë pas shpine një mundësi tashmë, le të shikojmë, duhet dalja Almuçës, ndërhyn saktësisht Endri Almuça. Vendimtar, por ka dhe një flamur të ngritur. Gjithsesi Endri e bëri me sukses detyrën e tij duke mos lejuar të top për shkuar në rrjet, por do të tregojmë të kujdesshëm teksa Ali Reza në mesin e mbrojtjes arriti të depërtojë dhe të dalë përballë portierit Almuça. Si nuk vlen, por le të rinisemi të provojmë edhe një herë. Më pak se 10 minuta nga fundi i pjesës së parë do të provojmë diçka për të mbyllur me sukses të fraksion të pjesës së parë dhe për shpresuar për më shumë në pjesën e dytë. Kumani. Dërin Kazim, tjetër financore. Sërish pran asaj zona aty ku Caco dhe njëherë do provoj. Ka pran Kumanin, Caco. Arbri shkakton faull. I drejt vendimi, i ndërhyje e pa rregullt nga pas. Godi lirë për Partizani B. Është Enea Kokomani. Sërish Contreras. Kola kupton gjithçka. Lëviz mirë, mundësia tashmë për Partizanin. Balla provoi për Contrasin, ndërhyn Kazim edhe një herë. Balla, Kola. Gjithmonë Kola provon ta rekuperojë. Ka shkaktuar faull në sulm. Sipas virojësit Hushi. Kodi i lirë i përket të vendasve. Që e marrë me qetësi tashmë. Është Caco. Dërin Kazim. Një prekje lehtë e ballës për Andrejajn, i cili duruar të luftojë fort, por tashmë ky top që shkon drejt Hasan. Rifa e mbron me trup, duke lënë mundësi dhe Sulos ta largoj me qetësi tek zona e Mandos. E humbet Mando, vrapi dhe Mando në dy luftim. Tashmë është Ndou. Ndërin Sulo. Hasan, tjetër top drejt Arbrit, duhet dalja për tjetë Almuça. Por mbron me saktësi dhe Kokomani, që jep për shumë qetësi tashmë Endri Almuçës, që na bëri një ndërhyrje fantastike pak çastin e parë. Në aksion që u zhvlerësua për pozicionin loje. Shikoni mundësia tashmë, Balla provon
pretendon në Caco për një top preku me dorë, gjithsesi e kanë në kontroll skuadra e Tomorit, që provon të dalë me shpejtësi. Ndërhyn Rifa. Mando. Gjithmonë Monad Mando. Një krosim drejt ballës. Ide ishte mjaft e mirë, ishte ndërhyrja saktë e mbrojtjes së vendase. Diallo. Topi drejt Andrejaj, që gjithmonë me klasin e tij, kontrollin e tij, veprimet mjaft të bukura, por topi më parë ka kaluar vjen anësore. Vështirë për ta kuptuar në këtë pozicion gjithsesi. Muça. Viroci e ka vendosur tashmë, që nisë me shpejtësi. Edhe njëherë Kokomani shkelmon me forcë, tjetë të rivjen anësore. Sërish Vrapi, i cili avancon drejt vizës së mesit të fushës. Shumë metra ka fituar. Rifa ndërhyn Andrejaj tashmë. Provon Kazim, mjaft mirë tashmë për Contrerasin, i cili do të luftoj fort, por nuk kuptohet me Mandun. Ja kanë lënë njëri tjetrit në shpresën për të arritur, por të dy kanë hezituar për ta kontrolluar. Rivjen anësore edhe një herë Vrapi, luhet minuta e 40 e pjesës së parë. Një sfidë vërtet të luftuar nga të dyja skuadrat. Tashmë ndërhyje të parregullt e arbitrit ndaj Diallos. E tregon dhe kartona 5 kartona pjesën e parë. 3 për vendasit, 2 për skuadrën tonë. Contreras dhe Balla janë ndërshkuar. Por për të ardhur keq, pasi 4 kartonat janë marrë pas një debati të panevojshëm, një momenti tensioni të panevojshëm, por që u përshkallëzua dhe u konvertua në këto kartona. Topi drejt Contrerasit, provon ndërhyrje me City. Në krye të sulmit, i vetë në pikë referimi në topat e gjatë, dy luftimet ajrore. Ka bërë mjaft mirë Contreras, por që do duhet diçka më shumë dhe tek pjesa tjetër e skuadrës për të luftuar më shumë dhe për të kërkuar të gjitha mundësitë. Edhe një herë Contreras i drejtohet Caco, i cili largon me forcë në ndodhen në pressingun e Contrerasit në vështirësi, rivjen anësore për Partizani B. Është Kola. Gjithmonë Kola. Contreras ndërhyn për një çast numri 6 i Tomorit. Balla provon të vendosë në pressing mbrojtjen e skuadrës së Tomorit, por arrin vendasi të dalë me sukses. Hasan drejt krahut të majt, ku është Arbri dhe numri tjetër shikoni mundësi e mirë, goditja më e hershme, por ka flamur të ngritur, edhe pse edhe një herë përgjigjet mjaft mirë. Almuça i gatshëm. E provoi Zoga. Contreras dhe Donu gjithmonë në duelet ajrore të një pas njëshme. Të shumë të fituar nga kolumbiani i Partizanit. Kazim i top drejt Mandus, e merr mirë tashmë, mundësia për provuar zonë, gjithmonë Mandu me forcë e mbron, shikon zonën, gjithmonë lëvizja e tij e bukur, ka një pretendim kontakt, por gjyqtari Bacaj vendos që lojë të vijojë normalisht, edhe pse në kontaktin e parë me të drejtë ishte pretendimi i Monad Mando. Por gjyqtari Bacaj është i vendosur. Ja ka komunikuar, e ka konfirmuar, nuk ka penalti.
por që një moment që duhet të shikohet me kujdes janë vendasit. Ngene. Lireza për Ngenën, i cili hap në të majt. Krosimi të rezonës, largohet nga Kokomani, edhe janë Ngene. Ka pranë Hasan, preferon Lirezën. Sulo shko me shpejtësi dhe mbron dhe mbyll. Por të mos i dhënë mundësi krosuese numër 7. Që gjithashtu ka vrapuar shumë. Diallo për Almuçën. E dërgon më saktë provon ta dërgojë tek Mandu. Tashmë ka në kontroll, por për një çast. E rëshket nga këmba, është vrapi. Arbri, Lireza, Kazim, lëvizje bukur për Mandon. Provon nisët Partizani bë Mando, lëvizje tjetër për të krijuar një hapësirë edhe për të spustuar lojën nga krahu tjetër tashmë tek Kokomani. Makomo prapa tek Almuça. Luan në sekondat e fundit të pjesës së parë. Endre Almuça shkelmon me forcë. Shumë fort drejt zonës së vrapit, por ushtron pressing deri në fund. Contreras, gjithmonë Contreras vendos në vështirësi vrapin i cili dërua ta kalojë tek portieri me City, që akoma në vështirësi e dërgon në rivenë anësore. Edhe ky pressing i Contrerasit bën mjaft mirë duke vendosur në vështirësi dhe shikoni çfarë ndodh. Tashmë Partizani mund ta mbyllë në sulm të pjesës së parë. Por që duhet pra kjo shpirt, dëshirë, grind nga të gjithë për të besuar deri në fund. Ndërsa një moment ku ka mbetur i dëmtuar vrapi gjatë dy luftimit me Contrerasin, nuk pam një kontakt, një moment të dyshimt. Me shumë mundësi gjatë rënjes, gjatë vendosjes, ka mbetur i dëmtuar pra vrapi. Por pse jo dhe një tërheqje, një sforcim, pasi si shikohet nga mjeku i skuadrës, dhimbja ndihet lart në kofsh. Rivinë anësore, le të shikojmë Kola për Kazim. Edhe një Kola. Balla provon. Vjen në Kokomani. Tashmë Kola. Topi që mbetet në një zonë shumë të ngushtë, por nuk ka dalur nga vija anësore. Kola provon me krosin të shpejt. Tashmë Diallo. Kërcen mbi të gjithë. Mundësia për Partizani bë. Shikoni. Mando, gjithmonë Mando. Provon dhe nuk arrin Mando. E komplikon në këto çaste, kishte mundësi për të bërë diçka më shumë, por ka humbur dhe ekuilibrin duke dorëzuar lehtësisht. Tashmë Arbri. Përballë Kokomanin, shikoni, hapet loja nga krahu i majt, mundësia rrezikshme. Duhet ndërhyrja e Sulos, Arbri, tashmë Diallo, në vështirësi Partizani bë, edhe më pas largohet me forcë ky top larg zonës së reptësisë. Aty ku Caco nxiton për të kryer këtë rivenë anësore. Por që vërtet një moment shumë i vështirë në portën e Partizanit bë. Jemi drejt përfundimit të minutës së dytë dhe nisjes së minutës së tretë. Është vrapi. Arrin vrapi të krijojë hapësirën afrohet zonës, gjithmonë vrapi e dërgon tek Hasan, më pas ndërhyn Diallo. Goditje këndi për vendasit. Që tashmë do provojnë ta mbyllin përpara teksa luhet dhe minuta e tretë shtesë. E merr me qetësi aty. Zoga. Le të shikojmë Zoga. Dhe krosimi i fort drejt qendrës, grushton Almuça me pas Ndrejaj, shkelmon
për shkelmimin e fundit në këtë pjesë të parë dhe mbyllet kjo pjesë e parë me një sfidë vërtet të luftuar nga të dyja skuadrat. Shpresojmë që të shkojmë një pjesë të dytë më të mirë për Partizanin B për të kaluar këtë sfidë delikate këtu në Berat. Shihemi, dëgjohemi pas pak. Përshëndetje miq të Partizani Channel, rikthehemi në pjesën e dytë të takimit të javës së dytë, kategoria e dytë, grupi B. Tomori Partizani B. Një sfidë shumë e luftuar në pjesën e parë, e karakterizuar nga duele të forta nga të dyja skuadrat. Le të themi një përsi e lehtë tek rastet e krijuara, por shumë e lehtë se skuadrat vendase gjithsesi Partizani B mund të bënte më mirë nëse do të kishte treguar pak më shumë qetësi në momentet e finalizim. Gjithsesi, shpresojmë që në këtë pjesë të dytë të shikojmë një Partizan kërkues agresiv dhe sulmues, ashtu si ka hije edhe kësaj skuadre të drejtuar nga Oltjen Kornoja. Nuk ka zonësime nga të dyja skuadrat, të paktën ky është një plan i parë i marr nga por shikojmë teksa po shikojmë edhe protokollet, zonësimet është një ndëshkim i Denis Sulos, sa po ka zbritur në fush, ka marrë karton të verdh, por me shumë mundësi një fasho e vendosën në dorën e djathtë, sipas gjyqtarit Bacaj, të paktën ky është një, le të themi, supozim në këtë kënd, në këtë moment ku jemi. Por Denis Sulo ndëshkohet dhe është kartoni 6 i verdh në këtë sfidë nga 3 për secilën skuadër. Do të nisë pjesa e dytë me topin në këmbët e Partizanit B. Ndreja jemi një top të gjatë në shpejtësi, në thellësi, kërkohet balla dhe kola. Këto janë hapësirat, zonat ku do të shikojmë më shumë shpejtësi dhe agresivitet. Si në këtë çast teksa Contreras i shkon deri në fund duke vendosur në vështirësi portierin Messi, ka flamur të ngritur, nuk vlen
Ky top I gjatë I lëshuar drejt zonën së Zogës pra. Pozicioni është lojë që nisë me shpejtësi. Diallo për Sulon. I fashuar në fytyrë, I fashuar në dorë. Një luftëtar I vërtet Denis Sulo. Luftëtar I cili ka hasur vërtet shumë sfida të vështira në një periudhë të shkurtër, teksa në finalen e play-offit, ndeshjen e fundit ndaj Turbinës, pësoi një dëmtim të fortë në shpatull, duke detyruar të kalojë një periudhë të gjatë jashtë fushave, jashtë një periudhë që ishte pauza, por vërtet për një talent, një djalë të ri që po rritet me një shpejtësi të madhe. Nuk është se I shërbeu shumë në atë, me një farë mënyrë, le të themi, e ndaloi disi, por është rikthyer më I fortë dhe më luftarak Denis Sulo. Bëhet gati shkelmoi me City. Teksa jemi këto çaste Gjerasi kujtoi edhe një herë arritjet e 3 grup moshave, të paktën 3 grup moshë më të rëndësishme të Akademisë Partizani. U17, U18, U19, të 3 skuadrat tona kanë arritur fitore në transfert përkatësisht 17 vjeçarët në Shkodër ndaj Vllaznisë për rezultatin 2-3. 18 vjeçarët 0-5 në Elbasan dhe 9 vjeçarët 0-2 në Shkodër, pikërisht ndaj Vllaznisë. Rikuperon mjaft një balla Kazim, por nuk e ka lejuar avantazhin, preferon një faul, një ndërprerje lojës pra gjyqtari Bacaj duke I dhënë një goditje lirë për Partizanin, që do shkelmohet nga Diallo. Andreja tashmë. Nuk kuptohet për një çast. Rifa dhe Sulo, por Rifa ka më kontroll, pason mjaft mirë për Andrejajin. Lëvizje e mirë, ka marrë një goditje. Është faul, goditje e lirë për Partizanin bë edhe një herë, që ka në kontroll dhe lojën e këto minuta të para të sfidës. Pjesë e dytë. Sulo. Në vështirësi arrin ta mbajë. E dërgon tek Almuça, I cili pozicionohet për t'ia rikthyer sërish lojtarët e Partizanit me këmbë, një pas të thjeshtë Contreras për ballën. Ide ishte mjaft e mirë, por ndërhyu aty kapiteni I skuadrës të Mori Caco me City për numër 10 Zoga, por më parë topi ka kaluar vijën Ansore, Ervin Ansori përket tashmë të kuqve. Që do provojnë me Kokomanin. Balla. Edhe një herë Kola. Ndërin Zoga. Shkoni momenti vështirë, rrezikshëm, por dalja e Almuçës, I cili me qetësi e shoqëron jashtë vijave. Dalje mirë e studiuar e nevojshme në momentin e dur, pasi dhe arbri, por gjithashtu dhe Lireza po vërshonin dhe mund të rrezikonin në çdo çast. Një prekje lehtë, nuk ka arritur dot. Zoga. Është Kokomani. Balla. Edhe një herë provon Partizani, ka shkaktuar faul në sulm Denis Balla. Zoga, mjaft mirë ndërhyn në Kokomani, kërkon me shpejtësi Kola për Contrerasin, kuptohet gjithçka, tashmë provojnë në vendasit. Me anë të numër 7 Lireza, I cili dërgon tek Hasan, ka për ballë Rifën, gjithmonë Hasan, Rifa që nuk I ndahet, provon të spërkat, por ka shkaktuar fall, gjyqtari vendos goditje dënimi për vendasit. Në një distancë, një pozicion vërtet të favorshëm goditjes por dhe kryesues. Tashmë ne shkojmë vendosjen e mbrojtjes së Partizanit dhe kërkesave të portierit Endri Almuça. Mbyllë 50-a, ka nisur 51-a. Gjiras duke kujtoj të gatshëm për skuadrën e kuqe, duke filluar nga Lenja, Gjuzi, Goga, Hasanas, Bunkov, Petritaj, Balla, Hidri, Bakalli dhe Doçi.
Kemi rusin, një rësi, një prurje tek Partizani B. Aslanbek Bunkhov. 22 vjeç pra rusi. Një goditje drejt portës e rrezikshme, shkon jashtë. Një goditje e mirë do të thënë, por pak centimetra jashtë kuadratit, edhe pse portieri jon, gardiani jon e shoqëroi me sy deri në fund. Contreras fiton të duel. Por duhet ta shoqërojë më shumë në pasin në momentin e dytë, pra. Është vërtet shumë i rëndësishëm në futboll për të ndërtuar, për të provuar. Kumani dërgon të djathtë. Tashma San nisë numri 13 Donua. Krosimi drejt zonës shkon jashtë kuadratit. Një krosim i fortë që nuk shkoi në destinacion ku ndolli 10 me aftësinë e tij gjithmonë nga krau i majt në pjesën e parë, sidomos ka treguar që është shumë i rrezikshëm Zoga. Duhet të rrëmë të kujdes si këto çaste shikoni një mundësi, por Almuça që son diçka dhe nis me shpejtësi kolën. Mario Skola, 24 vjeçari me shumë eksperiencë në komisionet superiore, por edhe në kategorinë e parë, në kategorinë e dytë e gjithçka. Shikojmë të mundësi Mando tashmë. Shikon zonën, kërkohet krosimi. Eziton ta krosoj. Andrejaj për Kazim është ndërprer për një çast, por gjithashtu nuk ka lijuar më avantazhin gjyqtari Pacaj pasi ka mbetë dëmtuar. Muanato Mando. Ju kujtoj që Mando dhe Contreras udhëhoqën në Partizani B tek lista e golshënuesve në sezonin që lan pas. Ju kujtoj që Mando shënoi plot 9 gola, ndërsa Contreras 8 të tillë. Edhe pse do të thënë që Contreras erdhi tek Partizani B në një moment teksa kampionati që hyrë në fazën e fundit, pra shënoi shumë gola në pak ndeshje, por gjithashtu gola shumë të rëndësishme që shënoi në fazën e play-offit, plot 3 gola në 2 ndeshje. Pra në 8 ndeshjet në 7 ndeshje më sakt, Contreras shënoi 7 gola, ku 2 ishin mjaft decisiv, ndërsa Mando i shënoi gjatë periudhës 2 faza, pra pasi mungoi në fazën e play-offit teksa ju nështrua pra kërkesave të skuadrës së parë, duke qenë se Mando po bënte mjaft mirë tek Partizani B dhe ju përgjigj kërkesës për të ndihmuar skuadrën në fazën ofensive në atë periudhë ku Partizani do ta siguronte një bilet ose më saktë për në play-off në Final Four vetëm në çastet e fundit, madje në ndeshjen direkte ndaj Elbasanit. Gjithsesi le të shikojmë këtë moment teksa Partizani ka mundësinë e kësaj goditje dënimi, të gjithë shtat lartit afrohen zonës, por gjithashtu dhe vëmendja dhe vendosja e skuadrës vendase është maksimalisht në përkushtim. E 55 minutë bëhet gati Ndrejaj dhe Balla pranë topit. Është Ndrejaj fort shkon drejt në kuadrat, madje në vështirësi me City. Tenton portën Fernando Ndrejaj. Një top që mori një trajektore të çuditshme, të bukur, do të thënë, për ne që shikojmë nga ky kënd. Vërtet një tentativë mjaft e mirë e Fernando Ndrejaj që befasoi edhe portierin me City. I detyruar ta grushtojë, ta largoi jashtë kuadratit. Kemi 2 zëvendësime, i jashtë fushës së lojës Rifa dhe Balla. Në fushë Goga dhe Bakali. Minutat e mira për Rifën, por për Ballën ka hasur shumë vështirësi në pozicionin e tij, ndryshe sa kemi parë në ndeshjen e fundit. Bëhet gati Ndrejaj.
Krosimi drejt qendrës, provon Diallo. Tashmë nuk arrin dot Kola, shikoni mundësi kundër sulmi. E shpejt nga krau i djathtë, Lireza vjen me forcë, me shpejtësi dhe vrapi. Ngene, sërish për vrapin, prendot për një pozicion shloje. E ka në kontroll numri 20. Nuk i ndahet Kola, që i ndërhyn me saktësi. Tashmë provon Mando, shikoni lëvizje mjaft e bukur e Mandos që tashmë arrin në sukses të japë qetësi skuadrës tonë duke fituar këtë rivenje fundore. Por më parë me një finesë, një klas. Por duhet të ketë kujdes për sa i përket qetësisë, është një lojtar vërtet me shumë cilësi. Pra kemi Gogën në fushë, Arabian Goga i cili do të ndihmoj fazën sulmuese tek centimetra, pra do i shtohet më shumë centimetra dhe më shumë potencë dinamik për ta bërë akoma më agresive skuadrën kuqe në luftën e ajër, si në këtë çast kur kërkohet drejt Kolës, nuk arrin dot. Pra Arabian Goga dhe Bakalli, gjithashtu dhe Bakalli i njohur mirë për luftën e tij në ajër në qendrën e mbrojtjes, agresivitetin që do shërbej Partizanit në këto minuta të mbetura. Goga lufton fort, Goga e mbron mirë, lëviz mirë, e kalon te Kazim, i cili heziton në pasimin, vonohet shumë duke dorëzuar, tashmë kanë vendasit, provojnë me Ngene. Gjithashtu dhe vendet e dorëzojnë dhe Kontrera që zbret shumë poshtë për të ndihmuar skuadrën e Kokomani që dërgon tek portieri Almuça. Me shpejtësi Almuça provon drejt Bakallit. Topi është i saktë për të, por nuk kupton tre lojtarë shumë pranë njëri tjetrit. Goga lufton tashmë, nuk arrin ka majtë shtyr, gjithçka rregull për gjyqtarin Bacaj. Topi në thellësi kërkohet numri 7 Lireza, por mbron me saktësi, me qetësi aty Diallo, duke fituar këtë financiore që do të ekzekutohet nga Bakalli, Jurgen Bakalli. Numri 24 i dal nga Akademia Partizanit. Jo vetëm Bakalli, janë shumë lojtarë, është Kokomani, Sulo pra, gjithashtu dhe Rifa, i cili la fushën pak çaste më parë. Por shumë lojtarë tjerë që kanë shëtitur, kanë kaluar eksperjenca në kategoritë të parë superiore, tashmë janë bashkuar Partizanit B, për të rikthyer edhe një herë emrin e tyre lavdin edhe për të shijuar fanellën e kuqe. Edhe pse në këtë kompeticion, por shumë pranë skuadrës parë, nëse vërtet bëjnë mirë dhe kontribuojnë, japin maksimumin, gjithçka mund të bëhet shumë e lehtë për to, madje më e lehtë se të udhtonin në qytete të tjera. Por këtu kanë vëmendjen, kanë të gjithë stafin teknik, teksa Oltion Kërnaja është një ulëdhëse e Partizanit B dhe një kontribues bashkëpunues tek skuadra parë, asistenti pra dhe nga asistent kryesor të skuadrës parë. Ka takat të ngritura, shumë pranë Baca e vlerëson në ndërhyrje të parregullt i drejt ky vendim. Goditje dënimi për Partizanin. Sërish Fernando Andreaj, i cili na dhuroi një goditje fantastike pak çaste më parë, pothuajse me të njëjtën pozicion, por le të shkojmë këtë herë çfarë do të na dhurojnë, teksa pranë Andreja si gjithmonë qëndronte Mandu. Janë dy lojtarë të vendosur në mur, e pjesa tjetër në markim të 7 darë të Partizanit që siç thash pak çaste më parë, ju është shtuar dhe një tjetër lojtar si Goga me numër 7. Dukshëm qartazi i markuar nga Caco. Mando është cross drejt zonës, mundësia, shikoni Bakalli e godet lehtësi do të thënë, duke besuar se do të surprizonte portierin me City, vendosur mjaft mirë. Nuk u surprizua më pas Kokomani tashmë që
në vërshësi e sipër provoi ta dërgojë tek Almuça, por ky top që ka shkuar në fundore dhe është goditje këndi për vendasit. Me që të si shkon në Hasan. Më pak se 30 minuta nga fundi i takimit të javës së dytë, ju kujtoj që Partizani B arriti ta nisë mjaft mirë, por i shkëm të moment largohet rëmuja sipër, provon një Ngene, largohet me forcë tashmë, duhet të provojmë të dalim me shpejtësi nga ky moment i vështirë, le të themi, teksa skuadra vendase po provon në çdo mënyrë. Vrapi ka ngacmimin e Sulos, gjithmonë Vrapi tashmë Kumani, i cili lëviz e hap për Cacon, krosimi fort i plot i mirë, largon Kokomani, ishe Sulo, tashmë provon Ngene. Gjithmonë skuadra vendase spërkata dhe e rrezikun e tempo ka rezultuar super e sakt, super e mirë e Mandos, i cili nuk arrit dot të gjetë tashmë Contreasin. Një marrje e topit në një zonë shumë të rrezikshme nga Muhanet Mando. Zoga, Arbri, i ndërin Kokomani, tashmë Sulo. Edhe një provon Mando, e ka Vrapi tashmë. Ndrejaj, në mundësinë e dytë, një lojë rëmuj në një zonë shumë të ngushtë, por ka faull për vendasit. Që dhe ato po provojnë të kundër përgjigjen, do të thënë, pasi ishin disa minuta mjaft të mira për Partizanin B. Tashmë janë vendat që me të shpejtësi shikoni sa hapësirë ka në krahun e djathtë, krosimi e kjo goditje fatmirësisht është ndërprer nga mbrojtja e Partizanit, është Enea Kokomani me sa duket një spërkat vendimtar në momentin e fundit teksa ato bashkoi drejt Zogës, i gjendur ballë për ballë me portierin e Almuça, ishte vërtet një rrezik shumë i lartë. Tashmë bëhet gati edhe një herë Hasan. Niset Hasan, krosimi i rrezikshëm, largohet nga Kola, është Caco i cili mbatet dhe godet me forcë, por jashtë kuadratit. Provoi të befason dhe kapiteni nuk e ka shënjestruar si duhet. Edhe Klodian Arbri, një emër njohur i futbollit shqiptar, pra i cili i drejton skuadrën e Tomorit, shfaqur i nervozuar pas atij momenti, i kërkoi të merrte më shumë kohë, por duhet të tregom të kujdes në këto çaste. Shikoni Diallo dërgon tek Almuça. Provon me shpejtësi, por nuk ka një lojtar të lirë ku mund të bëjë një pasim të shpejtë. Eshkelmon me forcë. Goga ul mjaft mirë. Kola. Sërish për Rapian Gogën. Provohet kombinimi me Kolën. Një spërkat e rrezikshme, gjithçka rregull për gjyqtarin, në shumë pranë në vjerësi parë, e tashmë do të ushtrojnë pressing pasi ndodhet në vështirësi numri 18. Edhe ky pressing i ka dhuruar Partizanit të goditje këndi. Ka mbajtur dëmtuar lojtarit skuadrës Tomorit, kapiteni Caco, por në një spërkat ndaj Kolës, aty ku Muça lejoi avantazhin, ose më saktë lejoi lojën e rregull, pasi Kola nuk arriti më ta zotëronte gjithsesi. Ai moment kaloi, tashmë bëjmë gati për këtë goditje këndi, teksa Fernando Ndrejaj e kroson mirë drejt qendrës, largohet për një çast nga mbrojtja Beratase. Sërish goditje këndi. Sërish në këmbët e kapitenit Ndrejaj, që do provojë edhe një herë me një tjetër krosim, pse jo akoma më të mirë. Si në këto çaste Diallo kërcen, por nuk e arrin Contreras. Mando nuk arrin Mando të realizojë atë çfarë donte, por rrezikon shumë pasi shikoni një mundësi kundërshtuar shpejt, por fatmirësisht ky pasim për numër 7 Lirezën ishte më i fortë. Do të them fatmirësisht pasi shkëputja, lëvizja ishte mjaft e mirë numër 7, duke arritur hapësirën. Bakali
Bakalli, Lireza ka flamur të ngritur, pozicionohet në mbrojtje Partizanit, por duhet të tregohemi të kujdesshëm. Janë vërtet minuta delikate. Kola, nisemi me shpejtësi, kemi mundësi për të rrezikuar gjithmonë Kola. Krosimi mjaft i mirë. E provon Contreras. Është ndohet tashmë. Caco kërkoi një top për Lirezën, i cili e kërkon në këmbë dhe jo pas shpinën Bakalli. Me forcë shikoni mundësia për Contreasin që për herë të parë në këtë krosim të gjatë nuk kërcen. Por shikoni mundësia mirë për Partizanin B. Mando. Humbet sërish Mando, mundësia e pasimit. Është një mbajtje të tepruar, do të thënë, pasi Contreras aty pranë mund të rrezikonte shumë. Madje mund të jepte mundësinë Mandos për të provuar të futej në zonë dhe të rrezikonte. Të ishte përsëri ai autori diçka më të mirë se kaq. Janë kombinimet në zonën e ngushta që do të japin vërtet një tjetër rrezikshmëri nëse do të luajë më shpejt. Ka lëvizje tek në këto çaste teksa janë Asanas është në fushën e lojës edhe i menjëhershëm ka qenë edhe Hidri, pra i menjëhershëm ka qenë vendimi i trajnerit Oltion Kërnaja teksa Mando jashtë fushës së lojës, por gjithashtu dhe Kazim, edhe Kazim ka vuajtur shumë në këtë takim në pozicionimin në mes linjave. Por gjithsesi Partizani ka bërë mjaft mirë. Teksa nga një herë duhet të luftojmë të gjithë së bashku për të arritur objektivin. Si në këtë çast teksa Goga ka mundësi për të rrezikuar gjithmonë Rabion Goga. E kalon tek Andreaj. Umberto Golibrin ka fituar një faull. Pra dhe njëherë Asanas me numër 10 dhe Hidri, Olges Hidri, një dalje pra njohje e Akademisë Partizani, me sfëshor agresiv luftarak, do të ndihmojë skuadrën për të qenë akoma më kërkuese në këto çaste. Teksa Hidri është gjithashtu një asistues i mirë, por shikoni këto çaste nuk kuptohet ideja e Fernando Andreaj. Vjen Hidri, me njëhershëm ashtu pra siç edhe po thonin pak çast më parë, Sulo nis Hidrin që provon me Contrerasin, e sulmon Contreras. Hidri provon, por del përfitues për një çast lojtar me numër 6, por ka faull i ndërhyrje pa rregullt ndaj Kumanit, sipas gjyqtarit Baca, ai shumë pranë ka parë të pa rregullat në ndërhyrjet e Hidrit. Donua Kumani, vrapi Hasan, provon me shpejtësi, por mbyll Drejaj, i cili dërgon te Kokomani, shkelmimi fort që shkon drejt në ndërvjen anësore. E 70 minutë. Të dyja skuadrat janë kërkuese, duhet thënë. Loja është vërtet interesante, minuta vërtet delikate, pasi një gol pothuajse do ta prisë sfidën në këtë mënyrë si po luhet, por futbolli vërtet është mjaft interesant. Deri në fund do të presim surpriza, emocione. Hidri lëviz mirë, por nuk arrin dot ta pasojë siç duhet. Ngene, Caco, në dy luftim me Kolën, gjithmonë Kola është vendimtar dhe fitues në këtë duel. Madje shkelmon me forcë ku kërkohet Contreras. Topi është për të, shikoni mundësi e mirë Diego Contreras. E ka në kontroll Contreras, shikon dhe godet me forcë, por shumë larg kuadratit. E një tjetër nxitim, do të thënë, pasi me shpejtësi mbështeti Goga, gjithashtu dhe Hasanas me të drejtë
kërkon llogari për këtë veprim të nxituar të Contreras, i cili ka bërë mirë, duhet thënë, në këto 70 minuta. I vetëm në krye të sulmit ka qenë një lojtar që ka hapur shumë probleme mbrojtjes së skuadrës së Tomorit, sidomos me topat e gjatë, luftimet ajrore, por edhe pressingu që ushtron deri në fund mbrojtjes, por edhe portierit me City, i cili disa herë detyrua ta kaloj topin jashtë vija sansore, duke dorëzuar lehtësisht. Sulo për Asanas, nuk arrin dot. Një tjetër mundësi për vendasit. Topi drejt Tsatsos. Ndërhyn në Bakali. Ka një prendim nga Tsatso, por është riveni ansore për Partizan që nisë me shpejtësi. Kola. Goga. Mjaft mirë tashmë mundësia, por nuk arrin dot. Partizani teksa Boateng e shkelmon tek Tsatsos, ndonjëherë mbron, lufton Bakali, por e ka arritur Tsatsos ta dërgojë në zonë, në një zonë ku ndodhet Hasanat. Gjithmonë Hasan. Crossimi Almucha, por duhet të tregojmë kujdesshëm pasi arriti të kërcejë mbi të gjithë sulmuesi i skuadrës së Tomorit. Mund të nisë tashmë Jorgis Hasanas. Gjithmonë Jori. Ndrejaj. Lëviz kthehet me fytyrë, crosson shumë fort. Do të thënë që Kola ka vrapuar shumë në këto minuta dhe e ka shumë të vështirë të besojmë të shkojë deri në fund në një top në thellësi. Mesidi, shkelmimi i fortë ku kërkua numër 8 Ngene. Tashmë Goga luan fort dhe niset gjithmonë numër 7 Goga. Luftarak provon të dalë, arrin me sukses të pasojë tek Hidri. Një spërkat për këtë top që dorëzohet lehtësisht tek Lireza. Hasan shkon Sulo, i cili mbyll atë rreze. Hasan provon dhe arrin saktësisht tek Tsatso, mundësi e mirë. Zdon të godar Tsatso, pason për numrin 8. Ngene. Kumani. Tsatso ka fituar këtë goditje dënimi. Pra goditje dënimi teksa Hasan me të majtë e tij do të provojë me shumë mundësi një crossim. Pasi edhe vendosja, por gjithsesi le të shikojmë pasi akoma nuk kemi parë një goditje standarde nga zonët për vendasit që më shumë kanë provuar me aksione nga krahët, por gjithashtu dhe topat pas shpine teksa Zoga dhe Lireza kanë qenë shumë të rrezikshëm. Hasan crossimi largohet nga Kola. Edhe një herë. Kumani. Joris Hasanas provon, nuk ka arritur, madje ka shkaktuar faull. Hasanas. Është goditje dënimi. Pretendon për diçka Kumani, ndërsa Bacaj kërkon të japë një sqarim. Nano, drejtën e duart e portierit Almucha, i cili nxiton me këtë top tek Contreras, ka pranë në Sulon, gjithmonë Contreras e ul mirë. Vonohet, ka marrë një goditje, por ka rezistuar, do të thënë, kolumbiani, i cili kërkon një herë këtë pasim, nuk arrit. Diallo, Lireza, Arbri, gjithmonë numri 19, goditja devijohet, bllokohet e më pas ndërhyn Kokomani. Duhet provojmë të dalim tashmë, është mundësia për të sulmuar, për të provuar nga shpejtësia, dinamika, dinakëria e sulmit ton. Teksa Kola shikon lart, crossimi drejt në duart e portierit Mes City.
pak se 15 minuta. Shikoni, sfida sikur bëhet akoma më interesant, më gjallë, më shpejt, më freskët, me skuadrat që gjen energjit për të vrapuar, për të kërkuar më shumë në këto minuta të mbetura. Normalisht që skuadra e Tomorit e ka të vështirë të pajtohet me këtë barazim, duke qenë se do të konsideroj dhe aspektin fush, por dhe Partizani B duke njohur forcat dhe aftësitë e këtyre djemve do kërkoj deri në fund, pse jo të kërkoj pikët e plota në këtë sfidë që po rezulton shumë e fortë, shumë e luftuar dhe mjaft e bukur, do të thënë, edhe pse pa gola deri në këto çaste. Bakali, krosimi drejt Kontrerasit. Ideja mjaft e mirë për mbyll gjithçka aty Boateng. Edhe njëherë Bakali. Ngene. Caco. Provot Lireza, vjen Diallo, i cili e largon Rivina Ansore me shpejtësi. Do të vendosemi, nuk do të shpresojmë shumë nga vendimet e gjyqtarit, pasi nuk ndryshon asgjë. Mbron me forcë dhe me grimt që dukshëm e karakterizon në Nea Kokomanin, por një moment ku mbrojtja jon u fokusua më shumë tek vendimi i gjyqtarit i shkoi në disfavor, pasi një hapësirë e madhe u krijua në zonën ku Lireza mund të shkaktonte një rrezik të madh. Niset Almuqa, që do të shkelmoj edhe një herë me forcë drejt zonës, do të Hasanas. Sulo tashmë. Rivina Ansore, pretendon për çka Deni Sulo, shumë pranë asistenti e vlerëson të rregut. Boateng. Nano. Caco. Provon Lireza. Shikoni Caco, gjithmonë i rrezikshëm në të majt, ka hapësira, mundësia tashmë. Nano godet dhe ndërhyn Almuqa, i cili me forcë, me shpejtësi, shikoni 3-2 mund ta shfrytëzoj më mirë këtë moment. Goga. Nuk arrihet ky pasim për Asana, që do ishte vërtet fatal për mbrojtjen e skuadrës së Tomorit, që tashmë ka në kontroll. Ngene. Topi te Cacos, ndërhyn Bakali. Kola, tjetër shkelmim i fortë, ku kërkohet dhe një herë Contreras, por vërtet ka vrapuar shumë kolumbiane. 79 minutë. Shpresojmë që të gjejë akoma energji për të rrezikuar, për të vendosur në vështirësi si në këto çaste. Vjen zbret shumë poshtë dhe bën mjaft mirë pasi rekuperon për një çast. E më pas ndërhyn Sulo, një ndërhyrje që është vlerësuar pa rregullt e Deni Sulos, fall në mesin e fushës. Goditje e lirë për vendasit. Në fushë kemi dhe Tongarën, pra. Ibrahim Tonguaron, lojtari me ngjyrë nga Mali për skuadrën vendase. Lojtari me numër 17. Ndërsa Partizani B bën gati të hedhë fushë lojë Herdi Balla. Është kryer pra zëvendësimi jashtë fushë lojës Contrerasi, që sapo e përmenda për energjitë e tepër të konsumuara, ka vrapuar shumë dhe ndaj nuk po i përgjigj shumë atyre topave të gjatë në thellësi në këto çaste, por tashmë do të shikojmë shpejtësinë Tina Krin e Herdi Ballos, që tashmë ka fituar këtë goditje dënimi. Një goditje dënimi, një pozicion ballor.
Më pak se 10 minuta nga fundi i takimit javës dytë luhet në Berat. Kategoria e dytë, grupi B, pra Partizani B ka siguruar 3 pikë të para ndaj Eagle FA, por kjo sfidë e javës dytë po rezulton vërtet e vështirë. Ndërsa Tomori e ka nisur le të themi në mënyrë të çuditshme teksa në pjesën e parë ishte në avantazh 2 gola në Peqin, por në pjesë dytë skuadra e Peqinit e ka përmbysur gjithçka. Shikojmë tensioni i panevojshëm në zonë teksa Pakalli dhe lojtari sapo futur Tongara për një çast shkëmbejnë dhe vazhdojnë derisa Bacaj e lejon edhe këtë lloj dy luftimi, këtë duel edhe fizike dhe verbal. Krosimi i ballës largohet për një çast, mbetet në zonë, provon të dalë skuadra e Tomorit. Hidri me forcë, Diallo, edhe një herë për Hidrin. Në të majtashme do kërkohet zona. Oris Hidri. Shikohet lëvizja, provon një tunel, nuk ka asgjë për gjyqtarin, shumë pranë vendos që loja të vijojë normalisht, kërkon të shkaktojë një fall për një çast Andrejaj. Një fall që ishte taktik, por që gjithsesi e uli pak ritmin. E në këto momente Sulo saktësisht ndërhyn mirë duke neutralizuar këtë aksion. Topi gjatë drejt të Gogos. Ndërhyn vrapi. E ka Goga. Por është pa rregull sipas gjyqtarit. Është vlerësuar e pa rregullt. Një moment që duhet të ripar. Por që shumë i dyshimt në limitet e zonës rrepsisë aty ku Goga vërtet mund të shkaktonte pse jo dhe një gol teksa vërtet ky djalë ka një goditje vërtet potente. Shkelmon me forcë. Një minuta vërtet emocionuese teksa të dyja skuadrat nuk pajtohen, sidomos vendasit që po hidhen për të kërkuar gol e avantazhit. Është Partizani, Ndrejaj. Kërkohet Hasanas, ndërhyn vrapi. Edhe një herë Ndrejaj. Kumani. Vjen Hasanas, por e ka në kontroll skuadra e Tomorit tashmë. Ngene. Nano. Nisin Beratasit gjithë në gjysmën fushën e Partizanit B. Caco. Krosimi që ndërpritet nga Herdi Balla. Revina Ansori për këtë sërish vendasve që nxitojnë dukshëm si në këto çaste në kërkim të topit me shpejtësi. Nano, Balla mbron dhe bën mjaft mirë Herdi Balla. Por gjithashtu dhe Partizani e kërkon me nxitim Almuça, por me qetësi ngrihet ngadalë skuadra kuqe. Almuça. Hidri i rrethuar nga 2 lojtar. Tashmë Goga. Balla. Edhe një herë. Donue. E dërgon tek Mesiti, një shkelmim i fortë në një zonë ku ndodhet arbëri. E ka Hasanas për një moment. Sulo. Pra kemi Hasan edhe Hasanas. Nga të dyja skuadra, pra Hasan lojtari me numër 11 për të shkëmbë të mundësi. Sulo arrin ta ketë kontroll gjithmonë në Denis Sulo, por në fund topi që mbetet në lojë. Për një çast duket sikur topi kaluar vjen fundore, por është Kumani. Hasan. Edhe një herë Donue. Ngene. Provon Hidri, i cili e mbyll me faull. E më pas Kokomani. Por ka një karton të verdh për Orges Hidrin. Është 85 minutë. 5 minuta nga fundi një takimi shumë të luftuar që po shkon drejt një barazimi, edhe pse gjithmonë në momentet e fundit, minutat e fundit na kanë dhuruar shumë emocione. Këtu në Partizani Channel me të gjitha sfidat të transmetuara si në fush, në arenë dema, por edhe në transfert. Po le të shikojmë teksa vendasit janë të gjithë të vendosur në gjysmëfushën e Partizani, një krosim drejt qendrës, largon Sulo.
Provon dhe Andreaj dhe shikojmë i drejt vendimi, një shtyr, një faul në sulm. Sulo. Është Jori Hasanas, i cili i dërgon tek Hidri. Ka një pretendim për një faul, por tashmë ky top i larguar jo mirë. Provon Kola, gjithmonë Kola. Shumë forcë. Arrin të marrë maksimumin në këto çaste. Numri 2 Marius Kola, i cili nuk dorëzohet deri në fund, një luftëtar i vërtet. Bakali drejt zonës, provon topi drejt Gogës, largohet me forcë në vështirësi. Vrapi e dërgon në goditje këndi. Provon Partizani tashmë, nuk dorëzohet dhe skuadra kuqe. Në kërkim të golit të vetëm, golit të avantazhit. Një gol që do të ishte vërtet shumë i vlefshëm këto çaste, pasi kjo skuadër ka konsumuar shumë pa dashur të hedhin poshtë dhe djersën mundin e skuadrës vendase. Por që Partizani B duhet të tregojë edhe një herë forcën dhe besimin mbi të gjitha në vete për kualitetin që ka në skuadër. Hasanas, një top në shtyllën parë, kërkohet një pasim më shumë se një krosim. Dojnë Kola. Edhe një herë i saktë tregohet, fiton ndërvjen anësore. Numri 2 që nxiton me shpejtësi. Andreaj. Hidri. E godet me forcë. Sërish Partizani B qëndron përpara, por le të shikojmë, është goditje këndi. Është goditje këndi, me kohë të mundua të mbronte. Por është Partizani tashmë, minuta vërtet emocionuese këtu në stadiumin e Tomorit në Berat. Teksa Partizani B ka marrë frenat e lojës në kontroll dhe po sulmon në të gjitha mundësitë. Janë momente vërtet shumë emocionuese. Është Baca i cili kërkon të vendosë në rregull, teksa Herdi Balla lëviz shumë në zonë duke shkaktuar probleme krosimi në zonë. Provon Hidri tjetër krosim, por shkon drejt në duart e portierit Mesiti, që gjithashtu dhe Mesiti e kërkon me shpejtësi thellësinë aty ku vrapon Lireza, që gjithashtu dhe ai ka bërë vërtet mjaft mirë. Klotian Arbi është i papërmbajtshëm në këto çaste. Edhe ai është shumë kërkues ndaj të tijve në këto minuta, vërtet të nxehta këtu në një mod të ftohtë, do të thënë, këto të diel. Por që këto djem po tregojnë vërtet një ritëm të lartë, dëshirë të madhe. Si këtë çaste teksa Partizani ka mundësi për të provuar. Hasanas shikon lart krosimi drejt zonës së Ballës, i cili do të luftojë ka dhe mbështetjen e Kolës, që ja bëri shumë të vështirë mbrojtjes së skuadrës të Morit Nano. Është Kola. Duhet të respektoj distancën, kthehet pak pas. Provon Balla. Një tjetër riveni anësore, sërish Partizani. Bakali. E kërkon Goga. Është i markuar Goga. Mbron mirë, lëviz godet dhe topi shkon në rjetë. Çfarë ka bërë? Rapion Goga. Shpërthen Fesa në pankinën e kuqe, zhbllokohet sfida në minutën e 90, në minutën e fundit pra. Dhe Festa skuadrës së Partizanit B më së merituar por një lëvizje fantastike e Gogës, i cili çliroi të majtën e tij duke zhbllokuar statin më në fund, dhe kjo festë për ligjur më së drejtë e skuadrës së kuqe, që tashmë ka avantazhin në një minutë, në një fraksion të lojës, ku po shkon edhe drejt një përfundimi mjaft të bukur. Çfarë ka bërë Partizani bë në këto çaste? Vërtet emocione këtu në stadiumin Tomori. 0-1. 0-1. Rabion Goga shënon golin e parë me fanellën e kuqe. 7 lardi pra i futur në minutën e 57, e cili mori vendin e Ballës. Mbrojti mirë topin me trup, duke bërë një rrotullim, duke shtiruar të majtën me shpejtësi tashmë Tomori. Kemi hyrë në minuta shtesë, janë 5 të tilla. 5 minuta shtesë, shikoni dhe tabelën elektronike. Janë vërtet 5 minuta emocionuese këtu në fushën e Tomorit.
teksa vendasit provojnë me Nanon. Gjithmonë Nano. Është kryer edhe një zëvendësim tek skuadra vendas është Buda në fush, i cili ka marrë vendin e arbrit, pra me numër 21 Buda. Janë këmbgulës vendasit, ndërsa të pak tifozët vendas nuk pajtohen me këtë moment decisiv për skuadrën e tyre, teksa ka mësuar një gol në minutën e fundit. Kjo ndërhyrje pa rregullt ndaj Herdi Ballës. Të ndëshkueshme me të drejtë kërkojnë llogari lojtarët e Partizanit. Është vërtet një moment mjaft emocionues për skuadrën tonë, por edhe tensionues për vendasit, teksa jo vetëm lojtarët që shfaqin të lloj tensioni, por në tribunë, pankinë, gjitha anët. Sfida bëhet vërtet shumë e nxehtë. Goga lufton fort, edhe mbron në çdo mënyrë Goga, vjen te Kola në ndihmë, i cili arrin Kola, shikoni çfarë bën tashmë Balla. Në limitet e vijës fundore, Balla futet drejt zonës, mundësia e provon vetë topi që devijohet, më pas provon Ndrejaj ta mbajtë, ka bërë mjaft mirë gjithmonë Ndrejaj, e krosimi me njëhershëm në zonë ku i vetëm do të Goga. Ndër Mesiti, i cili shkelmon me forcë në zonën ku do Caco, shikoni Caco nga një lojtar mbrojtës krau, sulmues krau tashmë një sulmues pyk. Lireza i ku do ndodhur pra, gjithmonë Lireza, krosimi, shikoni, jemi me fat në këto çaste, duhet të rregojmë të kujdesshëm. Janë momentet ku Partizani duhet ta karakterizojë dëshira, shpirti i garës, lufta sportive, edhe qetësia, pasi janë momente ku kemi në avantazhin e dorë, një avantazh që siguruar vetëm në sekondat e fundit të kohës rregullt. Ndaj ta çojmë deri në fund. Një pasim jo i mirë ku do të largojmë në çdo mënyrë si në këto çaste. Kokomani e humbasëm sërish, e kanë kontroll vendasin, ndërhyn sërish Kokomani që bën mjaft mirë. Enea shtyn deri në fund. Enea, shikoni, nuk dorëzohet, kërkon ta çojë deri në fund të pressing, por duhet të mobilizohemi të gjithë prapa, teksa ka hyrë minuta e 4 shtesë. Momente vërtet emocionuese. Prekja e fundit me sa duket ishte lojtarët e skuadrës së Tomorit. Le të shikojmë vendimin. Do ishte vërtet një vendim i drejtë nëse është vendosur fundore, pra është madje ka një karton të verdh për Almuçën, portierin ton, për atë hezitim, ndryshim mendimi për momentin kur shkoi të kapte topin. Gjithsesi Almuça fiton kohë dhe drejtohemi sekondat e fundit të minutës së 4 shtesë dhe më pas për t'i drejtuar minutës fundit. Por që ky fragment, ky moment do të shërbej për të qetësuar disi dhe për të ulur ritmin e kundërshtarëve. Almuça e dërgon drejt qendrës, provon aty numër 7 Goga. E ka Dakue, gjithmonë Dakue. E hedh drejt zonës. Almuça jep qetësi tashmë. Sekondat e fundit të minutës së 5 shtesë. Jemi drejt një fitorie vërtet shumë të luftuar. Kemi rezistuar, kemi kërkuar dhe në fund jemi shpërblyer. Në një moment ku në futboll shpesh thuhet që nganjëherë futbolli, fati në futboll pra jep të drejtë, le të them, më të mirët. I buzëqesh më të mirët. Ndaj deri në këto momente, në sekondat e fundit, po na buzëqesh neve edhe pse duhet besojmë deri në fund. Shikoni mundësi për vendasin Gene. Lireza, Kumani, topi drejt Cacos, largohet nga Kola. E largon Kola me forcë, tashmë Hidri provon edhe një herë. Partizani bë. Hasanas. Shikoni, kanë hyrë edhe sekondat minutës 6, gjyqtari vijon ta
mbaj rregullisht duke dhënë mundësi tjetër skuadrës së Tomorit, teksa Nano provon me shpejtësi këtë rivën jasore. Ka hyrë dhe minuta 6, pasi që përmenda Hidri. Kola, tjetër rivën jasore, shtym përpara, shikoni të sendet e hedhur në fush. Të panevojshme, të pakuptimta, pasi gjithçka është brenda një fair play sportiv. Shikoni këndërhyrja e Kolës, reziston e më pas ndaj ballës drejtën në fytyrë vrapit, që me sa duket edhe këtu përfundon takimi, një fitore fantastike, një fitore mjaft e mirë në minutën e fundit të kohës rregullt. Rabion Gogash bllokoi sfidën dhe tashmë Partizani siguron fitoren e dytë me 6 pikë të plota në këto dy ndeshje mjaft interesante. Njëra ndaj IGFA me rezultatin 5-0 e tashmë sot në fushën e Beratit kemi dalë me kokën lart pra. Duke falenderuar që ne keni ndjekur në këtë sfidë mjaft emocionuese këtu në fushën e Tomorit. Shpresojmë që gjithçka të ndahet mes fair play, pasi përveç se një sfidë luftuar brenda aspekti sportiv, asgjë tjetër nuk e ka karakterizuar. Është Kola i cili është irrituar dhe me të tit, por me të drejtë të themi, sepse një ndërhyrje pak të çastën para përfundimit pra ishte vërtet shumë rrezikshme ndaj një lojtar që ka vrapuar, ka luftuar shumë sot. E gjithsesi edhe një herë ju përshëndes, ju uroj shikim të këndshëm me programacione Partizani Channel. Shihemi, dëgjohemi në transmetime tjera. Go, go, go,